Mimoza Meti është bërë tejet e komentuar kohët e fundit, jo vetëm për batutat e saj, por edhe për qëndrimet e veçanta që ka për jetën. Dhe në këtë pikë, interesi më i madh është për jetën private të shkrimtares dhe divorcet e saj. Edhe pse ajo sot bashkëton me një partner që është 28 vite më i ri se ajo, nuk ka nguruar asnjëherë dhe në asnjë moment të tregojë më shumë aspekte të jetës së saj private. Shkrimtarja ka folur troç duke thënë se martesa e parë nuk e ka përmbushur as shpirtërisht dhe as në krevat. Në asnjë moment nuk diti as të më përmbush dhe as të më bëj që të ndjej minimumin e kënaqësisë, është shprehur Ametaj. Kjo për mua ishte e tmerrshme dhe e papranueshme. E pash që as nuk ishte ndërmend të ndryshonte dhe i dhash vetë zgjidhje. Nuk doja të çoja dëm jetën time dhe zgjidhja e vetme ishte divorci që erdhi shumë shpejt. Dhe e them me bindje se dashurinë dhe përmbushjen e ndjeva në martesën e dytë. Unë dashuri për herë të parë kam bërë në martesën e dytë, është shprehur Ameti. Më pas, ajo ka shpjeguar se me bashkëshortin e dytë, i cili është një studiues shumë i njohur, ne u ndam për çështje krenarie, jo se nuk e donim njëri tjetrin. Kur e mendoj dhe sot, them me bindje që është një budallallik i madh që të lejosh krenarin të prish martesën. Partneri që bashkëtoj aktualisht është nga Polonia dhe ai është 28 vite më i ri se unë në moshë, por së fundmi ka patur disa probleme shëndetësore, edhe pse mamaja e tij jeton në Poloni dhe ka punuar atje si pedagoge, për të thënë të drejtën, ato jetojnë atje në kushte shumë të mira, por ai ka preferuar të vijojë bashkëtesën me mua dhe të mos rikthehet te shtëpia e mamasë së tij në Poloni.